çmimet e perimeve dhe frutave me të cilat furnizohet turizmi shqiptar, veçanërisht jugu i vendit, natyrisht janë çmendur. Nuk kanë lidhje me atë që është realisht çmim në 2 tregjet më të mëdha të vendit, në Lushnjë edhe në Divjak. Fjala bie domatja dje, pasi unë pyeta vonë pas dite, varionte nga 40 deri në 50 lekë. Kastraveci dje, i riu, pra ai mbjell së fundi, ose që ka dalë tani, është diku ke 70 lekë. I vjetri është 50 lekë. Speci jeshili është 50 lekë. Speci i kuq, i riu është 80 lekë. Ai që ka dalë më herët është 60 lekë. Ndërkohë, ai të bën habi është shalqini. Shalqini për 40 ditë rresht është shitur në Lushnjë dhe në Divjak vetëm me 6 lekë, ndjes, me 6 lekë për kilogram. 6 lekë për kilogram. Sot ka filluar të lëvizi pak, ka shkuar në 12 lekë për kilogram, mund të shkojë edhe më shumë sa kohë që kanë mbetur me produkt vetëm çerma, sulzote dhe në krahun tjetër imshta. Është gjithë muaj gusht përpara. Këto çmime si furnizim për turizmin, pra për vijën mbretërore, janë 2 herë deri 2 herë gjysmë më të larta. A e dini pse? Pyeta sot dhe aksidentalisht mora një përgjigje që më shastisi. Fjala bie për shalqinin. Për çdo kilogram, tregtarët që vinë, shkojnë në vijën mbretërore, shkojnë në jug të vendit, kanë 10 lekë shpenzime, 10 lekë, jo 6, 10 lekë shpenzime dhe 10 lekë fitim. Ej, o çuna, çfarë po bëni? Arsyetoni në minimum apo jo. Kur produkti është 6 lekë, ti nuk mund të fitosh kurrë 10 lekë. Kurrë 10 lekë. Ose minimumi jepini bujkut 10 lekë që të barazohet me ju. E të fitoni të 2 nga 10 lekë. Po që bujku të shesi produktin me humbje vetëm 6 lekë dhe ju nga ky produkt i bujkut me humbje të fitoni 10 lekë, apo për produktet e tjera diçka edhe më shumë se sa kaq, është çmenduri. Mendojeni këtë gjë, po i bën dëm vetes edhe bujqve.